Isha ulur në salon, zemra më rrihte pa pushim. Telefoni im dridhej pa ndërprerje. Por diçka tek mesazhe që po shihja më bëri të ngrija. Për vite e kisha besuar partnerin tim, i kisha dhënë gjithçka. Besimin, dashurinë dhe ëndrat e mia më të çmuara. Por ajo që po shihja tani nuk ishte thjesht një tradhti. Ishte një sekret i gjatë, i fshehur që mund të shkatëronte çdo gjë mes nesh. Dhe në atë moment, diçka brenda meje ndryshoi, një vendosmëri e zjarrt që të hakmeresha dhe të riktheja kontrollin mbi jetën time. Historia ime filloi shumë vite më parë, kur e takova për herë të parë. Ai ishte ai personi që të bënte të ndiheshe e veçantë, që të bënte të besoje se dashuria ekziston në të vërtetë. Ishte romantik, i kujdesshëm, gjithmonë duke më bërë dhurata të vogla dhe duke më mbajtur dorën kur kisha frikë. Në fillim çdo gjë dukej perfekte, por siç ndodh shpesh me historitë më të bukura, pas çdo pëlhure të ndritshme fshiheshin hije. Në vitin e tretë të lidhjes son, fillova të vërej ndryshime të vogla që nuk i kuptoja menjëherë. Telefoni i tij që vazhdonte të digjej nga mesazhe të fshehta, ndonjë zhvendosje e papritur e orarit, heshtja e tij e thellë pas një dite të gjatë pune. Në atë kohë mendova se ishte puna, stresi ose ndoshta lodhja, por ndjenja e çuditshme që diçka nuk shkonte, nuk më la kurrë rehat. Një ditë pa e pritur gjeta një mesazh të shkurtër, të fshehur në kompjuterin e tij. Nuk e kuptoja menjëherë, por kur e lexova zemra më ra. Nuk ishte thjesht një mesazh flirtues. Ishte dëshmi që ai kishte një tjetër lidhje, një histori që zgjaste vite. Në fillim trupi më dridhej, mendja ime nuk mund ta priste këtë. Më dukej e pabesueshme, pas gjithë dashurisë dhe besimit që i kisha dhënë. Por nuk ishte vetëm tradhtia. Ai kishte krijuar një botë të tërë të fshehtë. Mesazhe të fshira, takime të fshehta dhe një përpjekje të vazhdueshme për të mbajtur gjithçka larg nga unë. Një sekret që mund të shkatëronte çdo gjë që kisha ndërtuar me dorën time. Dhe aty në atë moment të trisht vendosa diçka që ndryshoi gjithçka. Nuk do të qëndroja si viktim. Vendosa të hulumtoja çdo detaj, të ndjek çdo gjurmë që mund të më çonte drejt së vërtetës. Çdo mesazh, çdo lëvizje e tij, çdo telefonat e fshehtë, gjithçka do të zbulohej. Nuk ishte hakmarrje vetëm për tradhtin. Ishte rikuperimi i dinjitetit tim dhe drejtësi për veten time. Dhe kështu filloi një udhëtim që nuk ishte vetëm dramatik, por edhe i rrezikshëm. Në mes të këtij hulumtimi, do të zbuloni se si sekretet e fshehta fillojnë të rrëshasin jashtë kontrollit të tij, si befason viktima, dhe si plane të vogla mund të kthehen në hakmarrje që shkatëron çdo maskë. Ndërsa fillova të hetoja, çdo detaj i vogël u bë një copëz e rëndësishme e puzleit të fshehtë që ai kishte krijuar. Telefonat e bllokuar me kode, mesazhet e fshira, emaile që dukeshin të parëndësishme, çdo gjë tani merrte kuptim. Nuk ishte më thjesht ndjenja e tradhtisë. Ishte një ndjenjë e thellë e tradhtisë së vazhdueshme që kishte ndodhur për vite me radhë. Në çdo hap që hidhja, më dilte para fytyra e tij e qeshur, e sigurt, pa e ditur se unë po ndjek gjurmët e tij. Dhe çdo herë që zbulova diçka, zemra më dridhej. Por një ndjenjë hakmarrje fillonte të rritej brenda meje. Fillova të kuptoj se çdo maskë e tij kishte një dobësi. Çdo fshehtësi kishte një hapësirë të brisht ku mund të futesha. Një natë, ndërsa ai flinte pa e ditur që unë po kontrolloja kompjuterin e tij, gjeta dokumente që nuk mund të injoroja. Fotografi, mesazhe të shkëputura dhe një seri takimesh që tregonin historinë e fshehtë që ai kishte ndërtuar me kujdes. Një pjesë e imja donte të shpërtheja dhe ta përballja me të menjëherë, por ndjeva se durimi ishte armë. Çdo hap i kujdesshëm tani kishte rëndësi. Çdo detaj mund të kthehej në një mjet për hakmarrje. Në javët që pasuan, fillova të organizoja çdo gjurmë të informacionit që kisha mbledhur. Lista e kontakteve, mesazhet e fshehta, vendet ku ai shihte të dashurën tjetër, çdo gjë shkonte në një sistem të qartë. Nuk ishte më thjesht një hakmarrje e menjëhershme. Ishte një plan i ndërtuar me kujdes, një strategji për të treguar të vërtetën në mënyrën më dramatike dhe të paparashikueshme. Gjatë gjithë këtij procesi, emocionet të kundërta më mbushnin. Dhimbje, trishtim, por edhe një lloj eksitimi që vinte nga ndjenja e kontrollit mbi situatën. Nuk isha më viktim, po bëhesha protagoniste e historisë sime. Dhe ndërsa çdo sekond kalonte, diçka brenda meje ndryshonte. Nga një vajzë e tradhtuar, po kthehesha në një grua të vendosur, të fuqishme dhe të pakapshme. Një moment i veçantë që nuk mund ta harroj ishte kur takova rastësisht të dashurën tjetër të tij. Fillimisht e kisha frikë, por diçka tek mënyra se si ajo tregonte historinë e saj më bëri të kuptoj se nuk isha vetëm un viktim.
Ishte një ndjenjë që më dha kuraj dhe më bëri të vendosja se nuk do të lejoja që tradhtia e tij të qëndronte e fshehur. Ndërkohë, ai nuk kishte asnjë ide për atë që po ndodhte pas shpinës së tij. Besimi i tij i verbër në fshehtësi do të bëhej arma ime më e madhe. Çdo gabim i vogël që bënte, çdo mesazh i dërguar nga telefoni i tij, çdo plan i shfrenuar i fshehtë, ishte një mundësi që unë të zbulohesha. Pak nga pak, fillova të ndjeja një transformim të brendshëm. Dhimbja po kthehej në forcë, trishtimi në vendosmëri, dhe dëshira për të rikthyer dinjitetin tim po kthehej në një plan konkret. Nuk ishte thjesht hakmarrje personale, ishte rikuperimi vetes dhe i historisë që kisha të drejtë të tregoja. Kur erdhi momenti i parë i konfrontimit, nuk ishte si në film. Nuk kishte thirrje dramatike apo ulërima të pafund. Ishte një moment i qetë, i ftohtë, por i mbushur me tension. Ai nuk e kuptoi se çdo gjurmë që kishte lënë pas kishte sjell atë moment. Momentin kur gjithçka do të dalë në dritë dhe kur çdo fshehtësi do të shkatërrohej para syve të tij. Në këtë pikë, historia ime nuk ishte më vetëm për të zbuluar tradhtin. Ishte një histori për fuqinë e brendshme. Për të kuptuar se ndonjëherë dhimbja mund të shndërrohet në mjet për të rikthyer kontrollin mbi jetën dhe mbi fatin tënd. Çdo hap i kujdesshëm, çdo zbulim i fshehur, çdo vendim i vendosur, kjo ishte rruga ime drejt drejtësisë dhe hakmarrjes. Ndërkohë që ditët kalonin, unë vazhdoja të ndërtoja rrjetin tim të informacionit. Çdo mesazh, çdo telefonat, çdo takim i tij i fshehtë, gjithçka po regjistrohej, dokumentohej dhe analizohej me kujdes. Fillova të mbaj një lloj ditar hakmarrjeje, ku çdo gjurmë e tij e gabuar ishte një armë e fshehur në planin tim. Një moment që më bëri të kuptoj fuqinë e planit tim ishte kur një mik i përbashkët, pa e ditur se çfarë po bëja, më dha një copë informacioni të çmuar. Një mesazh që tregon se ai kishte takuar të dashurën tjetër në një kafe në pranvendit ku shpesh shkonim së bashku. Ishte një mundësi e rrallë, një hap drejt zbulimit të fshehtësive që kishin qëndruar të fshehura për vite. Pasi verifikova informacionin, vendosa të futesha në atë kafene si rastësisht për të parë me sytë e mi çfarë po ndodhte. Kur e pash atë atje, duke buzëqeshur me të dashurën tjetër, një ndjenjë e thellë e dhimbjes u përzier me një fuqi të re brenda meje. Ishte momenti ku kuptova se hakmarrja ime nuk ishte më një plan abstrakt, ishte realitet që po formohej. E mora një vendim. Nuk do të shfaqja tërbimin apo dëshpërimin. Përkundrazi, do të përdorja qetësinë dhe përmbajtjen si armën time më të fuqishme. Çdo gjë që ai kishte fshehur, çdo gjurmë që kishte lënë, tani do të kthehej kundër tij. Fillova të regjistroja çdo moment, çdo mesazh, çdo kontakt, duke krijuar një arkiv të plot të tradhtisë që nuk do të mund të injoronte askush. Një tjetër zbulim i rëndësishëm erdhi kur kontrollova telefonin e tij pa lejen e tij. Diçka që më shqetësoi në fillim, por që tani duke e domosdoshme për drejtësi. Një bisedë fshirë në WhatsApp, ku ai planifikonte një takim sekret, më dha informacionin që më nevojitej për të planifikuar momentin e konfrontimit. Ndërkohë, ndjenja e dhimbjes po transformohej në vendosmëri dhe zgjuarsi strategjike. Nuk do të ishte thjesht një shfaqje emocionale. Do të ishte një tregim i qartë, i dokumentuar dhe i pamohueshëm. Çdo gabim i tij, çdo fshehtësi e keqe, çdo tradhtie e fshehur, tani kishte një rrugë për të dalë në dritë. Kur erdhi dita kur ai nuk priste më asgjë, isha gati. Nuk kishte thirrje, nuk kishte skena dramatike të filmave. Ishte qetësi e frikshme. Ai më pa dhe kuptoi menjëherë se diçka kishte ndryshuar. Një mesazh që kisha ruajtur si provë, një foto e takimit të fshehtë. Dhe çdo gjurmë tjetër, të gjitha u shfaqën para tij. Ai u ngrit, i hutuar dhe i tronditur, duke mos kuptuar se si gjithçka kishte dalë në dritë. Në atë moment, kuptova fuqinë e hakmarrjes së mençur dhe strategjike. Nuk ishte vetëm hakmarrje personale. Ishte rikthimi i dinjitetit, kontrolli dhe drejtësisë për veten time. Dhe ndërsa ai përpiqej të justifikohej apo të gjejë një rrugë shpëtimi, unë thjesht qëndroja qetë, sepse çdo gjë ishte dokumentuar, çdo gjurmë ishte e sigurt, dhe e vërteta tashmë ishte në favorin tim. Reagimin e tij dhe pasojat si e përballon tradhtinë dhe humbjen e kontrollit. Hakmarrjen publike ose dramatike si protagoniste tregon forcën e saj. Transformimin emocional të protagonistës nga dhimbja te fuqia dhe paqja e brendshme. Kulmi i dramës dhe hakmarrja. Ditët pas konfrontimit ishin të mbushura me tension dhe ndjenja të përziera. Ai përpiqej të kuptonte se si gjithë fshehtësitë e tij kishin dalë në dritë, por çdo shpjegim që jepte duke i dobët dhe i pavlefshëm. Nuk kishte më justifikime. Çdo fshehtësi, çdo takse fshehur, çdo mashtrim tani ishte dokumentuar dhe e pamohueshme.
Unë ndërkohë, po ndjeja një lloj qetësie të çuditshme. Nuk ishte vetëm hakmarrje, ishte rikuperimi i vetes. Për herë të parë pas shumë viteve, ndihesha e fuqishme dhe e sigurt. Çdo hap që ai kishte bërë kundër meje, tani kthehej kundër tij. Dhe unë nuk kisha nevojë të bëja më shumë se thjesht të qëndroja e vendosur dhe e qetë. Një nga momentet më dramatike erdhi kur ai u përpoq të mbante maskën e qetësisë përpara miqve dhe familjes. Por unë e kisha të qartë se çdo gjurmë e fshehtë ishte tani e njohur për disa njerëz të afërt. Fillova të publikoj disa nga provat që kisha mbledhur, jo për të shkatëruar, por për të treguar të vërtetën dhe për të mbrojtur veten. Reagimet ishin të menjëhershme. Shok, familjar, koleg, të gjithë filluan të kuptonin nivelin e tradhtisë dhe mashtrimit. Ai, për herë të parë, ndjeu frikën e humbjes totale të kontrollit. Ai kuptoi se nuk mund të manipulonte më situatën dhe se çdo maskë që kishte mbajtur për vite, tani ishte rrëzuar. Ndërsa unë qëndroja vendosur, duke parë shikimin e tij të hutuar, ndjeva një lloj triumfi të qetë. Një ndjenjë që nuk kishte të bënte me zemërim, por me drejtësi. Në këtë pikë, fillova të ndërtoj një plan për të siguruar që ai të kuptonte rëndësinë e secilit hap që kishte bërë. Nuk ishte hakmarrje brutale. Ishte një hakmarrje e mençur, e strukturuar dhe dramatike. Çdo provë, çdo zbulim, çdo detaj i vendosur në mënyrë që të shfaqej në kohën e duhur dhe për njerëzit e duhur. Gjatë javëve në vazhdim, ai përpiqej të mbante një sjellje normale. Por shikimi i tij shpesh ndalej te unë. Ai e kuptoi se tani isha e pandalshme. Çdo veprim i tij tani do të kishte pasoja. Çdo fshehtësi e fshehur do të shfaqej para njerëzve që i vlerësonin më shumë se ai. Dhe ndërsa unë vazhdoja të ndërtoja jetën time pa dhimbje dhe mashtrim, ai mbeti i humbur në rrëmujën e fshehtësive të tij. Kjo ishte çmimi i çdo tradhtie të fshehur, një humbje e kontrollit, një humbje e besimit, dhe mbi të gjitha një humbje e respektit që nuk mund të rikuperohej. Pika më e fuqishme e këtij kapitulli nuk ishte vetëm ekspozimi i tradhtisë, por transformimi im i brendshëm. Nga një vajzë e trishtuar dhe e tradhtuar, u bëra një grua e fuqishme, e vendosur dhe e pavarur. Çdo ndjenjë e dhimbjes u shndërrua në mjet për të ndërtuar një jetë më të fortë dhe më të sigurt. Dhe kështu historia ime nuk përfundoi me thirrje dramatike apo hakmarrje të egër. Përfundimi ishte qetësi dhe drejtësi, një rikthim i plot i vetës, ku çdo gjë që humbja për shumë vite, tani ishte e rimarrë dhe e sigurta. Pasojat afatgjata si e përballon ai jetën pas zbulimit. Rikthimi i protagonistës në një jetë normale, me më shumë forcë dhe vetbesim. Mësime dramatike dhe emocionale për shikuesit.